Atëherë të nderuara media, të dashura gazetar, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu në këtë paraqitje të jashtëzakonshme. Siç edhe e dini, ne sot ishim të pranishëm në seancën konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje ishte i gatshëm që të jetë i pranishëm pra me prezencë fizike në këtë seancë, po ashtu të votoj raportin e Komisionit për verifikimin e quorumit të mandateve, të bëj betimin e deputetëve, pra të bëjmë secili prej nesh betimin ashtu siç e kërkon edhe kushtetuta rregullore e punës së Kuvendit, dhe po ashtu të vazhdojmë me procedura tjera për propozimin e kryetarit Kuvendit dhe nënkryetarit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje. Por, siç e keni parë, ndodhi një situatë pa precedent. Pra opozita nuk e votoi raportin e Komisionit për verifikimin e quorumit të mandateve, të cilin komision e kryesoi deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, me cilin jam bashkë këtu, zoti Artan Abrashi, i cili do të flasë edhe për punën e këtij komisioni. Pra është një situatë që nuk ka ndodhur në të kaluarën. Opozita e refuzoi votimin e këtij raporti, ndonse gjithçka ishte në përputhje me kushtetutën, ndonse gjithçka ishte në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe i gjithë materiali që i është servuar gjithësisht përcjellur deputetëve të komisionit ishte ai që ka dalë nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Pra ajo çka e bën shqetësuese këtë situatë është që opozita, pra kjo opozitë, asnjë fjalë nuk e tha asnjëherë kundrejt listës serbe, as në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as në kohën kur diskutohej për certifikimin, gjithsesi regjistrimin e partive politike, por këta kanë hallë kryetarin e Lëvizjes, këta kanë hallë Albin Kurtin, këta kanë hallë Lëvizjen Vetëvendosje. Pra, lutem ta përfundoj. Edhe një herë ta përsëris, pra nuk kanë këta hallë me listën serbe, nënkryetari i secilit subjekt politik ka bërë sulm terrorist në territorin e Republikës Kosovës, me rast të zhvrarë një polic i Republikës Kosovës, pra asnjë fjalë kundrejt tyre, asnjë vendim kundrejt tyre, por kanë hallë Vetëvendosjen dhe kanë hallë Albin Kurtin. Prandaj edhe një herë ta ripërsëris, ne si kabinet i kemi kryer të gjitha obligimet që i kemi pasur, sipas ligjit, sipas kushtetutës, por që këta nuk ishin të interesuar ta konstituojnë Kuvendin e Republikës Kosovës, këta po tentojnë që ta vonojnë konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, dhe jemi në këtë rrethanë të tillë. Siç e keni parë, kryesuesi i seancës konstituive, zoti Dehari, ka thënë që për shkak të rrethanave do të njoftohet presidentja dhe tani e shohim pastaj pra se cili do të jetë vazhdimësia. Por më lejoni paraprakisht që t'ja jap fjalën deputetit Artan Abrashi, i cili ka qenë edhe në komision dhe ka kryesuar këtë komision. Faleminderit. Lutem. Prap do të përgjigjem. Faleminderit të nderuar përfaqësues të media, në cilësinë e kryesuesit të komisionit për të përkohshëm për verifikimin e mandateve. Ishim dëshmitar të një situate të paprecedent. Ndonse për ka funksioni krejt natyrë formale e ndoshta edhe ceremoniale, ky komision si rezultat i qëndrimeve absurde të opozitës ka shkaktuar një situatë të mjegullt e që mund të kategorizohet edhe si krizë. Pra, përmes arsyetimeve të paqena, është pengu votimi i raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra verifikimi i mandateve të secili subjekt politik. Pra, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më herët, jemi në një terren krejt tjetër, pa njohur, dhe se si do të vazhdojë ta shëtutë mbetet e mjekut. Porse, një qëndrim destruktiv i tillë i opozitës, i pa bazë, duke u thirrur në atë se nuk është respektu ligjin mbi qeverinë sepse qeveria nuk ka dhënë dorëheqje, ndonse i njoftuam ata për dorëheqjen edhe si akt formal, kjo ka qenë forma e kopjes që është dorëzuar të gjithë përfaqësuesve në atë komision, ku njoftohet qartë që kryeministri i Republikës Kosovës, edhe në emër të ministrave, ka njoftuar Kuvendin për dorëheqjen e tij. Nuk ka qenë megjithatë e mjaftueshme që ta bindë opozitën që të vazhdojmë tash e tutje.
Një fjalë e urtë greke e lashtë që para fakteve dhe zotra të heshtin, por si që duket opozita e Kosovës nuk po bindet as para fakteve që tashmë janë të pa kundërshtueshme. Edhe sipas njoftimit të kryeministrit me 27 mars, edhe sipas kërkesës së përfaqësuesit nga radhë të Partisë Demokratike të Kosovës në komision, është njoftu komisioni lidhur me dorëheqjen. Bile PDK-ja ka thonë që qoftë edhe deklaratë verbale, ju kisha luajtur që kërkoni qasje në proces verbalin, e mbledhës edhe shini aty. Edhe si deklaratë verbale kanë kërkuar që është mjaftueshme për me bind ata që me vazhdu tutje me verifikim të mandateve, por se siç po shihet kemi të bëjmë puro pasër me një qëndrim politik dhe asesi për një pengesë juridike. Shiko, është shumë herët me ardhë derën të këtë përfundim sa i ka, apo si ka numrat, në këtë rast nëse nuk i ka pushteti numrat, për shkak se si që pam procedura konstituimit të kuvendit të pengu që në fillim tek raporti i Komisionit Qendror Zgjedhor. Prandaj nuk mund ne të bim në këto spekulime se kishim apo nuk kishim numra, por problemi kryesor është këtu që opozita shkaktoi bllokadë institucionale pa nevojshme në Republikën e Kosovës. Ministri Beci, paraprakisht thashë që sot i keni dorëzuar dorëheqjen. Pse e keni pritur ditën e fundit, kur është ditë që sot është sabat? Ky njoftim, cilën sot ju është shpërndar përfaqësuesve të opozitës në këtë komision është bërë për nevojat e informimit të anëtarëve të këtij komisioni. Ju kisha lutur. Dorëheqja është çështje tjetër. Është njoftuar formalisht komisioni që ekziston. Pra që mos më pas ndonjë argument që nuk kanë qenë të njoftuar apo gjëra të tilla. Pra, e kanë pa dorëheqjen, e kanë lexuar dorëheqjen, tash çështjet e interpretimit subjektiv ne nuk mund t'i përcaktojmë as qëndrimet politike të partive, mirë po çka dim është se ato shkaktuan këtë krizë të panevojshme. A mundemi vetëm me sqaru edhe një situatë. Së pari, nuk do të certifikohej as njëri nga ne, po flas sidomos pjesa e kabinetit qeveritar, pra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëse do të kishim probleme me ligjin apo me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Certifikimi, të lutem, po flas, certifikimi ka ndodhur sepse para certifikimit ne kemi njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që ne e pranojmë mandatin e deputetit. Pra edhe një herë, para se të ndodhë certifikimi i rezultateve, ne, secili nga ne, e kemi njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që e pranojmë mandatin e deputetit. Dhe rrjedhimisht, duke qenë që sot ka qenë seanca konstituive, para se kjo seancë konstituive të ndodhë, ne i kemi kryer obligime që kemi pasur, pra me dorëheqje, secili nga ne. Dhe ne kemi pasur një komunikim me përfaqësuesin e PDK-s për këtë çështje, tha letra s'më bindi. Çka ti bëjmë? Nuk e pas ka bindur letra, kush e bind? Pra duket qartë që nuk kam pasur interes që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës dhe për këtë do të mbahet përgjegjëse opozita. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në kaluarën, prandaj ju lutem që ta mbani përgjegjëse opozitën për këtë situatë. Ju faleminderit shumë dhe për gjithçka tjetër. A jeni kandidatë për parlamentar? Jeni ligjvana. A jeni shembull i keq? Më fal, lutem. Më fal, lutem. Përveç opozitës, partia opozitore ka deputete, partia minoritare që nuk e kanë votuar. Sheni, ju lutem ta keni parasysh, ishin 52 vota për raportin e komisionit. Unë nuk e di se cilët janë emrat të përveçëm. Ajo çka unë mund të garantoj është që grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje e ka votuar këtë raport. Ne jemi këtu për ta konstituuar kuvendin e Republikës Kosovës dhe kemi pasur në plan që ti adresojmë të gjitha përgjegjësitë që i kemi pasur, por ja që opozita po dëshiron ta bllokoj dhe jemi në një situatë të re dhe shohim se si do të rrihet gjërat. Faleminderit shumë.